A është marrë me troj imuniteti? Me ditë që mundesh me parandalu edhe mos me bo sen është edhe shëmbile. Stërvitjen ftoft, lojnë shi, udhëtime gjata e dimri nuk ta falje, sidomos sportistav. Edhe momenti kur imunitetit vjen, nuk të rëzën ma kundështari, të rëzën trupi yt. Kështu që duhet mja prezentu defense shot. Shtesë ushqimore bimore e krijume për me mbështet trupin gjatë dimrit edhe tranzicioneve sezonale. Brenda ka ekstrakt manafir zez, echinacea, turmeric, ginger, biber zi, plus vitamin C, zink edhe lëvore shelgut. Jo kombinim rasor, po formule menume për mbrojtje reale. Defense shotin i mund të ftoja viruset edhe të gripe sezonal. Vitamina C dhe zinku i mbrojnë qelizën nga stresi oksidativ, vitamina C ndihmon me ulodhjen edhe rrëskapitjen, ndërsa përbërësit bimor kontribuojnë në funksionimin normal të sistemit nervor, stresit edhe gjumit. Është në formë të lëngshme që do me thonë absorbim më i shpejt, biodisponueshmëri më e lartë edhe pa aditiv të panevojshëm. Rekomandohet për fëmijë mbi 4 vjeç edhe për të rritur, sportiv, rekreativ ose kushdo që don me majt trupin formë. Përdoret 25 ml një herë në ditë, tundet para përdorimit edhe mundet me u përdorë si kusht aditore. Mundet si ndihmë me njëhershme kur e ndjen lodhjen ose si mbështetje afatgjate gjatë dimrit. Defense shot në dimër apo në pranverë, sa herë që e ndjen, sepse imuniteti nuk lihet në fat. Edhe mos harro me bë follower banë FM, subscribe në YouTube.